Me një atmosferë festive, aktivitete të shumta dhe pjesëmarrje të lartë të qytetarëve u çel sot zyrtarisht sezoni turistik 2026 në Tarzez. Qindra pjesëmarrës ju bashkuan aktivitetit, duke kthyer zonën në një pikë takimi mes argëtimit, sportit dhe promovimit të bizneseve lokale. Gjatë ditës u organizuan aktivitete të ndryshme për të gjitha grup moshat, ku nuk munguan lërat, aktivitetet sportive dhe hapësirat e dedikuara për argëtim. Pjesëmarrësit patën mundësinë të shijonin aktivitete me kuaj, ndeshje volejbolli në plazh, lëra të ndryshme si dhe një larmi ushqimesh dhe produktesh të prezantuara nga biznese që ju bashkuan këtij organizimi. Prania e madhe e qytetarëve dhe turistëve i dha aktivitetit një atmosferë dinamike, duke treguar interesin për zhvillimin e sezonit veror dhe promovimin e potencialeve turistike të zonës. Pjesë e aktivitetit ishte edhe kryetari i Bashkisë së Fierit, i cili në fjalën e tij vlerësoi rëndësinë e zhvillimit të turizmit dhe investimeve në zonë, duke theksuar se Tarzeza mbetet një nga destinacionet që po tërheq gjithnjë e më shumë vizitorë. Gjithë sezoni që presim këtë vit, besoj që do të jetë si sot, me këtë pjesëmarrje fantastike, me këtë det fantastik, me këtë rër fantastike dhe padyshim me diellin që sigurisht këtu s'mungon asnjëherë. Ne presim që ky të jetë një sezon shumë i suksesshëm, jo vetëm këtu në Tarzez, por edhe në pjesët e tjera të Bregdetit Fierit. Pasi edhe përvojën tashmë e kemi të plot, edhe tradita gjithashtu, edhe investimet në fakt që kemi kryer gjatë këtyre muajve të fundit në infrastrukturën për drejt Bregdetit, besoj që do ta mundsojnë gjithmonë më shumë këtë gjë. Unë konstatoj me kënaqësi që sot është dita e parë, hapja e sezonit turistik, dhe ju e shikoni vetë se është parë pjesëmarrje fantastike. Dhe plazhi ka filluar. Dhe plazhi në fakt ka filluar, kështu që besoj që kështu do të vazhdojmë deri në fund. Së pari ne kemi bërë një shpërndarje më të mirë të gjithë hapësirës plazhit, duke ruajtur raporte drejta dhe sipas përcaktimeve ligjore të plazheve private dhe plazheve publike. Në ato që konsiderohen si parcela ose plazhe publike, ne si bashki kemi marrë gjitha masat, kemi shtuar numrin e vrojtuesve këtë vit, kemi shtuar numrin e kullave të vrojtimit për tritur sigurinë në plazhe. Do të kemi një bashkëpunim më të mirë edhe me privatët në këtë drejtim dhe për të bërë të mundur që të mos kemi asnjë rrezik në këtë pjesë. Gjithashtu, siç e thash në fillim, edhe investimet e kryera, tashmë në Tarzez vjet shumë lehtë, shumë shpejt dhe shumë mirë pasi për gjithë fierakët, por jo vetëm, mjafton që nëpërmjet bypassit të vish tek kthesa e Apollonisë dhe me rrugën e re që kemi bërë, që ka përfunduar para disa muajsh, vim shumë shpejt dhe shumë mirë në Tarzez.